5 maj është dita e dëshmorëve të ADH-ut. 184 dëshmor lushnjar dhanë jetën e tyre për liri, demokraci. Homazhe u zhvilluan sot në varrezat e dëshmorëve nga zëvendës kryeministria Balluku, kryetaria e bashkisë Sefa e stafi i saj, deputetja Buxheli, kandidatët për deputet të Partisë Socialiste, përfaqësues të policisë, veteran, familjar dhe nxënës, që vendosën kurora me lule përpara memorialit në nderim të rënëve në luftën antifashiste. Ditë e veçantë për historinë e Shqipërisë e ka quajtur 5 majin zëvendës kryeministria Belinda Balluku. Është një ditë shumë e veçantë sot kjo për historinë e Shqipërisë, e cila me kënaqësi identifikoj që vazhdon dhe festohet në breza këtu në Lushim, pasi shumë dje me vajza dhe fëmijë u bashkuan sot në omazhet që kryen varrezat e dëshmorëve. Lavdi dëshmorëve të kombit dhe sakrifica e tyre që gjithmonë shembull i mirë për gjithë shqiptarët. Historia e Shqipërisë ka shumë ngjarje dhe një prej cilave është dhe lufta antifashiste nacional çlirimtare. Prandaj dhe ne, ashtu si kudo në Shqipëri, çdo 5 maj vim në këtë monument për të bërë nderimet dhe respektet për gjithë ata që dhanë jetën, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Lushnjën. Lavdi dëshmorëve. Dita e dëshmorëve e ka origjinën më 5 maj 1942, kur u vra Qemal Stafa, i cili me veprimtarinë e tij u kthye në simbol të luftës antifashiste nacional çlirimtarëve. Lavdi dëshmorëve të ADH-ut i paharruar qoftë kujtimi i tyre.